Në ditën ndërkombëtare të muzeve në Lezhë u hap për herë të parë Muzeu Arkeologjik, një hapësirë e re kulturore që sjell për publikun pasurinë historike dhe arkeologjike të kësaj zone ndërshekuj. I vendosur pranë kalaseve të qytetit në ambientet e muzeut janë ekspozuar materiale dhe objekte arkeologjike të zbuluara në Lezhë që i përkasin periudhës nga prehistoria deri në mesjet, duke dëshmuar vazhdimsinë historike dhe rëndësinë që ka patur qyteti ndër vite. Këtu janë gjithsej 268 objekte. Pjesa më e madhe për tyre përkasin fondi që ka zbuluar vetë Frano Prendi, gërmimi që ka filluar Frano Prendi vitet 60 dhe vitet 70 shekullit kaluar. Në ceremoninë e hapjes së muzeut ishte i pranishëm edhe Ministri i Kulturës, Turizmit dhe Sportit Blendi Gonxha së bashku me kryetarin e Bashkisë Lezhë Pierre Ndreu. Kemi shumë të rëndësishme ndërlidhjen, pra elektrifikimin, nëse do përdorim një metaforë, të gjithë vendit, e ndjejnë nga afër historinë dhe traditën, siç janë muzeet vegjël apo qendra të ndryshme, të cilat krijojnë një interes nga pikpamja e kulinarisë. Ne sot përdorim një muze dhe përrimi një muzeu është një frymëzim shumë i madh për jetën kulturore, për trashëgiminë kulturore të Lezhës, dhe shtimi i këtij muzeu tregon se ne po ecim në rrugën e duhur. Muzeu Arkeologjik i Lezhës është financuar nga Bashkimi Evropian përmes projektit ndërkufitar Shqipëri-Kosovë dhe është muzeu i dytë i hapur në qytet pas atij etnografik i ndërtuar disa vite më parë.